Cila është forma më e mirë e të mësumit Kuranit? Zakonisht i keni njerëzit të diskutuar se cila është forma më e mirë për me mësu Kuranin dhe menojnë për me mësu përmensh. Edhe bin teoria, për shembull thot lexoa këtë ajet që kaq herë, tani lexoa dhe ajetin tjetër, tani lexoj dy të bashk, ose lexoa kaq, ose lexoa kaq në ditët. E cila është më e mira, forma më e mirë për me mësu librin e Allahut Azza wa Jall? Nuk po tham përmensh, po tham për me mësu në përgjithësi, përmensh, me kuptu, me lexu, me jetu me ta. Cila është forma më e mirë? Për shkak se nuk është qëllimi i muslimanit vetëm me mësu përmensh. Në komplet. Cila është forma më e mirë me mësu Kur'anin, me mësu me lexu, me kuptu, me mësu përmensh, krejt bashkë si paket. Cila është forma më e mirë e të mësimit Kur'anit? Forma më e mirë është hadithi Rasulit alayhi salam. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, ta'ahadu al-Qur'an. Jep një besën, beton ju Kur'anit që keni me lexu në ditët prej tina. Keni me lexu prej tina për ditë. Lidhë me ta. Betau që ki me lexu për ditë. Për ditë, nuk ki me lanë anash. Edhe në qovë së është pak, kjo është forma më e mirë. Shkon të ushtu me lejen Allahut Azza wa Jall, ama betau që ki mos me lanë asë një ditë pa lexu diçka për librit Allahut Azza wa Jall. Kujtua ditën kur para ditët kiametit ka me hek Allahu Azza wa Jall Kur'anin prej tokës. E atëre mërvesh që ke pas në durë tua. Në qovë se lexon vazhdimisht, edhe në qovë se është pak, shkon të ushtu me lejen Allahut Azza wa Jall, edhe shkon të lexu ma mirë, të kuptu ma mirë, tu e dash ma shumë librin Allahut Azza wa Jall, tu bo ma i dashur në zemrën tane, ma i shtrajt në zemrën tane libri Allahut Azza wa Jall. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ma i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson ato tjerëve. E mëson Kur'anin dhe u mëson tjerëve. Kjo është kështu ki mundësi më bë për njerëzve të veçantë Allahu Azza wa Jall.